Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit ja dërgojmë. Vazhdojmë me dersën e radhës ku thot shpresa dhe mendo mirë për Allahun e lartësuar. Pra shpresa në shpërblimin tënd me këtë ibadet që duke bën Ramazan, edhe mendo mirë për Zotin. Me mendu mirë për Zotin, do më thonë thush që Allahu ka me më falë, Allahu ka me më pranu, Allahu është i mëshirshëm, e di që unë jam i mangët, e di që Zoti dënë ma shumë, e di që Zoti meriton ma shumë, por hajr inshallah s'ka mujt ma shumë, nuk e hupi shpresën y mytin të Allah jam, ka me ndonë Zoti shpërblem për këtë mund që e kumba, menduarit mirë për Allah në Azugjel është pjesë e ibadetit. Zoti ka thonë në një hadith kutsi, unë jam në mendimin e robit tim që ka për mu. Letë mendoje që ka të doje. Nëse mendon mirë, kam ja këthy me të mirë. Nëse mendon keq, atëherë ai vetë po e mendon të keqen. Por, të ndërra vëllezër, asësi mos ta keq kuptojmë këtë kur themi me mendu mirë, nuk do më thonë që na mos mi marë sebepet. Na mu mundu, elhamdulillah, jemi të agjeru, elhamdulillah, jemi të i falë 5 vaktet, e falendrem Zotin, jemi të arë në taravi, ka një ore ma shumë, një ore 10-15 minuta, një ore gjys, të u falë, e të ngu ders, e të bo dhikër, e të i dhonë vitrat, e sadak si pas mundësive, kretë që to janë mundi jone. E na mas i bebojmë mundin, atër qka? E mendojmë të mirën për Allahin. Allah i ka me na shpërbly. Nuk mendojmë keq për Zotin. Nuk mendojmë keq për Zotin. Mendojmë mirë, elhamdulillah. Prandaj, thot Allahu Gjaleshanuhu, kul ja ibadja alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah, thua ju robërve të mi të cilët e kanë tepru në mëkate, mos e këput në mytin për Allahit. Pra kjo mos e këput në mytin për Allahut, jemi kuptu që na të kemi mendim të mirë për Zotin. Nuk na lejohet, nuk është pjesë e imanit që besimtari me hub shpresën të Allahit. Masi ti marrë sebepet, ti thush vetës, unë kaq mujo Zoti jam, por rahmeti yt është më i madh se sa mangësia jame, më i madh se sa dobësia jame. Prandaj, tash na jemi ka funde të mendojmë mirë për Zotin edhe të shpresojmë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, kush ngritet në Ramazan me iman, ngritet për t'u falë, me iman, edhe me pritjet shpërblimit, me shpreson të shpërblimi Allahit, kanë ju falë mëkatet e kaluara. 3 hadithe kemi, paka shumë të njëjtin kuptim. Men sama Ramadanin imanen wa ihtisaben ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet, kush agjeron Ramazanin, i pari kush agjeron Ramazanin, me iman të Allahi, është besimtar, nuk agjeron vetëm thjesht, me najt pa buk, e djet me majt edhe me provu, jo, me iman. Kush agjeron me iman, dhe me pritjet shpërblimit nga Zoti, do t'i falen mëkatet e kaluara. Hadithi parë, kush agjeron. Hadithi dytë, kush ngritet për t'u falë 30 ditë, që i bjen 5 vaktin edhe i bjen taravin, namazin e natës. Kush ngritet për t'u falë me iman, edhe me pritjet shpërblimit, pra mendon mirë për Zotin, ka me shpërbly Allahi, nuk ta qenë mundin këtë, do t'i falen mëkatet e kaluara. Pra kush falet në përgjithësi 30 ditë. Edhe hadithi tretë, kush falet natën e Kadrit, kush e shfrytëzon natën e Kadrit për ibadet, me iman edhe me pritjet e shpërblimit, do t'i falen mëkatet e kaluara. Pra 3 hadithe, të trijat një kuptim, të trijat një shpërblim, të trijat një qëllim. Po njona flet për agjërimin, njona për namazin në përgjithësi një muj, edhe njona në veçanti për natën e Kadrit. Është koha të dashur vëllezër, me i dhonë zar, mu mundu, me sakrifiku ka fundi dhe me fillu me mendu mirë. Është për shejtanit, mu qua dhe me thonë ja, mu Zoti s'ka me më falë.
jam u Zoti, s'kam me ma pranu se unë jam koni mangët. Kjo është pe shejtanit. Na duhet me pas shumë kujdes këtu, se është një pej holl mes realitetit edhe mashtrimit. Realitetit islam edhe mashtrimit shejtanit. Realiteti, cili është, na me shpresu të Allaj që ka me na falë, me shpresu të Allaj që ka me na shpërbly. Por, a me shpresu që ashtu këtë? Jo. Se apet këtu të shtin shejtanin loj, nëse thu, a mu Zoti ka me më falë, edhe fle. A mu Zoti ka me më falë, mos e ma Ramazanin. A mu Zoti ka me më falë, mos shkon në xhami, mos i falë 5 vaktet. Ja, çështu jo. Kjo mashtrim i shejtanit, ti ka mshel syt. Po ti apo thuaj është Allah është falës na fal. Po, masi ti marrim sebepet. E kemi urit barkin, luksen, s'kemi hangër 30 dit. Jemi fal, jemi lut, jemi lodh 30 dit. Tash, apo munu, jena munu në tonën. Hile s'kena bon. Kena pas dopsi. Po, kena pas dopsi. Kena pas dopsi. E vërtet është, se jemi njerëz. Po prap na nuk e hupim me mytin të Allahi. O Zot, çka që kena mujt? Sinqert na konë. Po e pranojmë që jemi dopt. Allahi të falë. Me mendu mirë. Çka është e peni hull? Mu mundu, në fund me mendu mirë për Allahun. Kur është tjetra gabim që thash është një peni hull? Ai që mundohet, e në fund nalë dhe ja, s'kum bo kur gja. Mu s'ka me ma pranu Allahi. Pse o burë po thu kështu? Pse o zotni vetë pe bën një spat me gojën tonë, diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku njonin me e vizitu, i ka thonë, smutu konë në shtrat. Ka thonë, inshallah ki më bo ma mirë, inshallah ki më shnosh, inshallah ki më qu, me izën të Allahit. Ai po i thot, unë s'qo më piksaj smu, unë e kam e dek. Atër pejgamberi ka thonë, atër qysh po thush u baft. U baft qysh po thu ti. Diç mësene. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mëse bëni spat me gojën e juaj. Je lodh 30 ditë. Pse s'mendon mirë për Zotin? Pse çosh e thu jo mu s'kam ma bo kabull, Thuj për burr kam ma bo kabull me izën të Allahit, me rahmetin e tij. Meno ka pozitiviteti, ka amara, ka mira, jo ka keqja. Andaj kjo është këshilla e sodit të dashur vëllezër, shpresë të Allahu dhe mendim mirë për Zotin, e mosu demoralizani. Allahu ju shpëleft, walhamdulillah.